Dashur teleshikues, ju përshëndes, po japim edicionin e lajmeve në televizionin 4+. Blegtorët lushnjar rrezikohen nga sëmundja e murtajës. Safi Gjesila, veterinere pranë zyrës vendore të shërbimit veterinar, thotë se sëmundja e murtajës dyshohet të ketë rënë edhe tek delet dhe dhitë në bashkinë e Lushnjës. Murtaja është sëmundje ngjitëse dhe serioze që kap ruminantët e vegjël dhe që ka rënë në disa ferma me dele e dhinë në Shqipëri. Zonja Safi Gjesila, veterinere pranë zyrës vendore të shërbimit veterinar, sqaron se sëmundja e murtajës është dyshuar të ketë rënë edhe tek delet dhe dhitë në Lushnjë, të cilëve ju morën mostrat për analiza që dolën negativ, por ferma u karantinua dhe fermat përreth gjithashtu po monitorohen çdo ditë. Ndërkohë po monitorohen të gjitha fermat në Lushnjë që kanë bagëti nëpërmjet grupeve të punës. Në rrethin e Lushnjës kemi pasur vetëm një rast dyshimi për murtajën e ruminantëve të vegjël. U morën mostrat dhe u konfirmua që ishte negativ. Megjithë këtë neve kemi vendosur që për 21 ditë tufa do jetë karantinuar dhe do merret marrja e mostrave mbas 10 ditësh, siç është programi për pestën e ruminantëve të vegjël. Ndërkohë zona përreth fermës është caktuar zona 3 km dhe 10 km, e cila monitorohet çdo ditë. Fermat e zonës 3 km po bëhet edhe termometrimi i tufave nga veterinerët e shërbimit, ndërsa për zonën 10 km vazhdon vetëm monitorimi i tufave. Ndërkohë në gjithë rrethin vazhdon monitorimi i tufave të tjera pavarësisht këtyre zonave. Ndërkohë janë ngritur grupet e punës nga veterinerët zyrtar, policia e shtetit dhe AKU-ja, të cilat bëjnë kontrollimin e akseve rrugore për lëvizjen e tyre. Fermerëve ju ofrohet shërbimi i duhur nga ana jon në rast të shfaqjes së sëmundjes, thot veterineria, për të cilën i kemi informuar me anë të telefonit dhe fletpalosjeve për shenjat e sëmundjes, por gjithashtu edhe fermerët duhet të jenë të kujdesshëm. Nga ana jon i ofrohet shërbimi për njohjen e shenjave, kemi shpërndar fletpalosje për farmacitë veterinare, për fermerët, veterinerët e shërbimit dhe veterinerët e kontrollit janë në zonat e tyre dhe i paraqisin fermerëve shenjat. Ne kemi pasur kontakte të vazhdueshme me telefon, me gojë, sepse janë vetë të interesuar. Problemi kryesor, siç thuhet kudo, është vetëm kontrolli i lëvizjes. Fermerët duhet të jenë të kujdesshëm për mos të shesin dhe të lëvizin, se është ndaluar blerja e kafshëve, mos të lëvizin asnjë kafshë nga tufa e tyre. Të kenë kujdes me furgonat e qumshit që vinë u marrin qumshin, sepse ata lëvizin nëpër fermat e tyre dhe lëvizjen e makinave të tyre. Hekuran Zamzade, fermer nga Pluku, është i shqetësuar edhe pse bagëtitë e tij janë të shëndetshme për këtë sëmundje që nuk i ka ndodhur për 40 vjet që merret me blegtori. Ai tregon që ferma e tij është nën kontroll nga veterineri çdo ditë. Bagëtitë tona nuk janë të prekur, dhe tani mashallah jemi, s'kemi asnjë problem. Veterineri ka qenë çdo ditë të interesu, ka pyet, ka qenë vetë prezent. Në ka bërë këshillat e veta, desinfektim, për mos preke gjoja. Nuk të lasin futet brenda? Kështu kemi urdhër nga ata, nuk du të linë se gjoja është ngjitse. Si puna pandemisë, që thanë, do hapët për hapë, se u bë. Kjo nuk kjo ka nga jashtë, si që të folët. Stina e Verës rrit numrin e pacientëve në urgjencën e spitalit. Rastet me temperatura të larta, kardiovaskulare, peckimet nga gjarëpri dhe mirimanga trajtohen në spital. Rritja e temperaturave sjell edhe një fluks më të lartë pacientësh me temperatura të larta dhe sëmundje kardiovaskulare tek urgjenca e spitalit në Lushnjë, thot doktoresha Nila, që është dhe shefja e urgjencës. Doktoresha Nila thekson edhe problemin e pacientëve fiktiv të sëmurët jo rënd që duhet t'i drejtohen fillimisht mjekut të familjes dhe mjekut specialist. Pacientët fiktiv mbipopullojnë urgjencën dhe nuk ka kapacitete për pacientët që kanë më shumë nevojë për shërbimin e urgjencës. Fluks pacientësh në këtë periudhë ka më shumë se sa në periudhat e tjera, ku predominojnë temperaturat e larta në moshat e reja dhe të mesme dhe pacientët kardiak në moshat e rritura. Faktori temperatur 1 apo faktori neglizhent që kanë shku ke mjeku specialist apo ke mjeku i familjes i bën që gjithë pacientët përplasen në urgjencë. Kjo rrit fluksin e urgjencës, kjo rrit punën, po që është një urgjencë jo reale. Një pjesë e pacientëve janë fiktiv.
Pra është kontingjenti i këtyre pacientëve që fillimisht duhet të paraqiten ke mjeku i familjes dhe mjeku i familjes do t'i drejtoj ke specialisti apo në terapinë urgjente. Jo çdo rast me temperaturë, sidomos moshat e reja, hapin e parë të zgjidhjet kanë urgjencën, se nuk po lejmë kapacitete për pacientët kardiak dhe për pacientët që të vërtet kanë nevojë për shërbimin e urgjencës. Shefja e urgjencës flet edhe për rastet e pickimeve nga insektet dhe gjarpërinë që gjithashtu shtohen në periudhën e verës, por deri tani ka më pak raste se vitet e tjera, sqaron mjekja. Në urgjencë janë paraqitur 2 raste me pickim gjarpëri dhe 2 me pickim merimange që janë trajtuar në spital edhe pse nuk ka toksikolog. Në krahasim me vitet e tjera kemi më pak fluks, kemi pas shumë pak merimanga, që vitet e tjera predominonin pickimet nga merimanga. Tani pavarësisht temperaturave të larta, rastet kanë qenë sporadike. Kemi pasur vetëm 2 raste pickim gjarpri që janë trajtuar në kirurgji. Jemi të pajisur me serumin antiviper për pickimin e gjarprit. Të 2 rastet e tjera që kanë qenë pickime merimagash janë trajtuar në spitalin ton, pavarësisht se nuk kemi toksikolog, janë ndjekur dhe janë trajtuar ke ne. Nuk ka qenë kontingjent pacientësh problematik. Doktoresha Nila këshillon të sëmurët që të kujdesen për shëndetin gjatë stinës së verës, sepse kujdesi mban larg sëmundjet. Para njerëzit nuk duhet të dalin në orët e ditës që është piku i temperaturave, pavarësisht moshave, pavarësisht, po sidomos pacientët që janë me patologji kronike, pacientët kardiak, hipertensiv, diabetik, të dalin në periudhën e mëngjesit dhe në periudhën e darkës. E dyta, të konsumojnë sa më shumë ujë dhe likide të tjera, në mënyrë që organizmi ato që humbet nëpërmjet djersës t'i kompensojë nëpërmjet marrjes nga goja. Është më efikas një terapi hidrike nga goja, uji, çaji, kompostot, lëngjet e frutave, se sa të vi pacienti i dehidruar në urgjencë dhe të marrë një serum, një perfuzion. Se ky kontingjent prandaj vjen. Shumë mirë mund ta evitosh ardhjen në urgjencë duke shtuar dietën hidrike në shtëpi. Qarku i Fierit është klasifikuar nga mbrojtja civile si zona me risk më të lartë në shkallë vendi për zjarre. Bashkia e Lushnjës me rrezikuara për shkak të djegjes së hamullore nga fermerët që shpesh situata u ka dalë jashtë kontrollit. Qarku i Fierit në ditët në vijim, kur temperaturat pritet të kalojnë 40 gradë, është klasifikuar si zona me risk më të lartë në vend për zjarre. Sipas përgjegjësit të sektorit të mbrojtjes civile pranë prefekturës Fier Kreshnik Ymeraj, pas informacionit të dërguar nga Instituti i Gjeoshkencave nga të gjitha strukturat vendore, është kërkuar të rrisin burimet njerëzore, kapacitetet teknike e logjistike për të përballuar çdo vatër zjarri të mundshme. Është vërtet, ne kemi marrë një informacion nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile mbi të dhënat që kanë administruar nga Instituti i Gjeoshkencave, ku për ditët në vazhdim priten rritje të temperaturave që mund të shkojnë deri në 40 gradë. Dhe kjo është një burim që ka përshtimin e rasteve të zjarrit dhe mbi këtë të dhënë ne jemi klasifikuar si një nga qarqet me risktet më të larta të zjarreve gjatë ditëve në vazhdim. Në kodër të këtij informacioni ne kemi kërkuar nga strukturat vendore, pjesë e sistemit të mbrojtjes civile, që të rritin gatishmërinë e burimeve njerëzore, mjeteve teknike dhe kapacitete logjistike që kanë në dispozicion për të përballuar çdo situatë të mundshme që mund të shfaqet në këto ditë në vazhdim. Ymeraj ka pohuar gjithashtu se për këtë 6 mujor janë regjistruar 48 raste zjarresh, numër pothuajse i barabartë me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, teksa ka theksuar se Bashkia e Lushnjës mbetet më e rrezikuara për shkak të djegjes së hamullorëve nga fermerët, të cilëve jo në pak raste situata u ka dalë nga duart. Përballë kësaj situate, Ymeraj ka apeluar për të gjithë bujqit që të jenë të kujdesshëm, pasi si pasojë e pakujdesis dëmet mund të jenë tepër të mëdha. Deri në këto momente, në institucionin e prefektit Qarkut Fier janë raportuar se janë evidentuar rreth 48 raste zjarre. Kryesisht, zjarret në periudhën janar-qershor janë zjarret që ndodhin në ambiente të godina, në banesa apo në ambiente të tjera të mbyllura, por ka pasur edhe raste të zjarreve në hapësirë ose zjarreve në toka bujqësore apo në ekonomi pyjore. Në raport me vitin e kaluar, pothuajse jemi në të njëjtën shifër të dhënash, aktualisht janë evidentuar 48 raste zjarrit, në raport me vitin 2024 ku kemi pasur 50 raste të zjarreve. Zjarret fillojnë dhe shtohet numri i tyre në këtë periudhë dhe për këtë kërkoj një apel për qytetarët, të cilët pastrojnë tokat bujqësore me zjarr. Dhe është një nga burimet kryesore të shkaktimit të zjarreve, pasi zjarri del jashtë kontrollit dhe shkakton dëme të parikuperueshme në ekonomitë e tyre bujqësore apo në ekonomitë e tyre familjare të veta dhe të çdo personi që mund të preket nga vatrat e zjarrit.
Ymera ka apeluar gjithashtu për të gjithë qytetarët që të njoftojnë menjëherë shërbimin zjarr fiks në numrin 128 në rast se pikasin një vatër zjarri. Shërbimet zjarr fikse janë të mjaftueshme, gjithmonë kërkohet që edhe të pasurohen edhe më shumë, por ka kapacitete të mjaftueshme dhe janë në gatishmëri në çdo bashki përkatëse. Plus që në qarkun fier, falet bashkëpunimit të mirë ndërinstitucional që kemi patur me bashkitë me njëra tjetër apo me qarket fqinje, nuk ka pasur ndonjëherë problematika të cilat nuk kanë ardhur si pasojë mungesës së kapaciteteve logjistike, teknike apo mjeteve zjarr fikse. Policia arreston 2 persona në Fier për kultivim kanabisi në tokë publike dhe asgjeson 284 bim. Policia e Fierit ka kryer kontrolle intensive në të gjithë territorin e qarkut në kuadër të operacionit antidrog koordinata. Gjatë natës në fshatin rreth Libofsh u zbuluan 2 parcela ku kishin kultivuar bim narkotike dhe u asgjesuan 284 bim narkotike kanabis sativa. Policia arrestoi 2 shtetas. Sipas njoftimit të policisë, në kuadër të planit operacional koordinata, si rezultati kontrolleve sistematike dhe atyre të bazuara te informacionet e siguruara në rrugë operative, shërbimet e komisariatit të policisë Fier goditën një tjetër rast të veprimtarisë kriminale të kultivimit të bimëve narkotike. Në fshatin rreth Libofsh, në 2 parcela toke prom publike, ku ishin kultivuar 284 bim narkotike kanabis sativa, u kapën shtetasit ASH 50 vjeç, banues në Tiranë dhe JB 28 vjeç, banues në fshatin rreth Libofsh, të cilët në përfundim të veprimeve procedurale u arrestuan për veprën penale kultivimi i bimëve narkotike kryer në bashkëpunim. Kontrollet policore vazhdojnë. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprimet të mëtejshme. Greqia digjet nga zjarret këto ditë të nxehta të qershorit. Në periferi të Athinës evakuohen mbi 1000 persona dhe janë ndjegur 10 shtëpi. Greqia po përballet me zjarret në ditën më të nxehtë të qershorit, kur temperaturat në shumë zona të vendit kanë kaluar mbi 38 gradë Celsius. Pranë qytetit bregdetar të Palaja, Fukajos, 40 km në jug të Athinës, 130 zjarrfikës dhe 10 vullnetar po përpiqen për orë të tëra të kontrollojnë disa vatra zjarri. Mbi 1000 persona janë evakuuar nga 4 fshatra: Triantafyllia, Karakas, Katafugi, Torkolimano dhe qyteza e Thimarit, pas mesazheve të njëpasnjëshme nga numri i emergjencës civile 112. 10 shtëpi janë shkrumbuar dhe të tjera kanë pësuar dëme, ndërsa ndim për evakuimin e banorëve që rrezikoheshin nga zjarri dhe tymi i dendur që kanë mbytur zonën, kanë dhënë edhe forcat policore. 12 avion dhe 12 helikopter zjarrfikës, forca të ushtrisë dhe të rojes bregdetare, autocisterna ujit të bashkive lokale dhe vullnetar deri në orët e mbrëmjes së të enjtes janë përpjekur për të kontrolluar vatrat e shpërndara dhe për të parandaluar që flakët të shkojnë drejt pyllit të Lavrios. Anije të rojës bregdetare dhe një bark zjarrfikse janë vendosur në vijën bregdetare për të shuar zjarrin. Zjarret kanë qenë të shumta gjatë gjithë javës në vend dhe autoritetet e mbrojtjes civile paralajmërojnë për rrezikshmëri edhe në orët e ardhshme, deri në fundjavë kur pritet të bien temperaturat dhe fuqia e erës. Megjithatë, qeveria greke ka rritur buxhetin e mjeteve mbrojtëse dhe ka përforcuar brigadat e zjarrfiksve me mjete dhe njerëz. Zjarret vazhdojnë të djegin shumë zona dhe për shkak të thatësirës dhe temperaturave tepër të larta. Ky është edicioni lajmeve për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashk, mirupafshim.